Jam e Kuran Zeneli, mësues prej vitit 1979. Në karriera ime si mësues ka filluar në Poroçan më 16 gusht të vitit 1979 dhe deri më sot kam kaluar disa shkolla të cilat janë mbas Poroçanit, është Bledza, është Harunasi, është Bresniku, është Gramfshati, është Tërvoli, është Gjergjovina dhe më së fundi prej 2013 jam këtu mësues në shkollën 18 gushti Shëmërisë. Shkollës 18 gushti Shëmërisë i uroj dhe 180, jo për 80 vjetorin, por dhe me qindra vite të festojnë dhe të kujtojnë, sepse arsimi dhe mësuesia është pjesa më e lumtur e njeriut që i shërben këtij komuniteti, këtyre fëmijëve, këtyre njerëzve që nesër të bëhen dikush. Keq më vjen sepse shkputem nga ata fëmijë, nga këto, kurse për veten time unë kam plotësuar atë ciklin e pjesës së mësuesisë. Për ata më vjen keq dhe nuk do të më mungojnë asnjëherë, sepse do jenë gjithmonë në veten time, shpirtin tim, këta fëmijë që unë kam mësuar dhe edukuar me ato mundësi siç kam pasur unë vetë, pavarësisht kushteve se si kanë rrjedhur. Por jam shumë i kënaqur dhe më vjen keq që largohem nga ata. Faleminderit.